gjatë rrugës besimi është devijuar nga Lidha Demokratike e Kosovës duke dal haptas dhe duke i vjedh vota. Keni pak qep me po shnuk një dëkën, edhe këto e dim. Po le jam tash, po le në argumentin tim tash. Gjithçysh. Unë nuk e kam thonë, po e kam thonë vetë zyrtarët më të lartë LDK-s, që ka pas inxhiniering dhe vjedhet votav. Na jemi nis në këtë emision pa fillimin. Pra pa fol për çështjen e si ka vojtur procesi i numrimit dhe votimit. Çka po du me thonë është që unë nuk e kam thonë, Asarvi nuk e ka thonë, po e kam thonë deputet e LDK-s nga Vushtria, që me mbjedh votat, e kanë thonë zoti Arben Gashi, i cili ka qenë kryetari grupit parlamentar të LDK-s, njeri më i zëshëm në Lidhjen Demokratike dhe më i fuqishëm, dhe kanë thonë shumë deputet aktual ish kryeministër, zoti Hoti që ka pas vjedhje të votave. E kja ka dëmtuar rezultatin e vetëvendosjes e ke fjalën? Po. Edhe ju që keni bo masaj, keni dërgu... Po, kena pas ankesa E pse i bot ftesë? duhet me fëbo. Po s'monesh me... Qysh me mandatet ju po tentoni tash me ndërprerje fjalën. Jo, po bëj. Po le jam tash ta përfundoj. Po të tentojnë me thonë, mos me thonë hipokrizim atu këmo, kjo është. Unë tash hipokrizi se s'kiti këto partijen. Jo. Po këto partijen. Jo më në shkon zjedhje. Unë edhe unë po them. Tash ka përdu me thonë është kjo. Unë po tentoj me të mbrojt për besë. Jo, s'ka me mbrojt e fitan muhe. është problemi kështu. Problemi është që vetë LDK-ja. Hajde tash koalicion me mua. Vetë LDK-ja, zyrtarët më të lartë të LDK-s kanë deklaruar se votat janë vjedhur. Edhe këto e kanë deklaruar edhe në brenda në Kosovë, po edhe votat me post. Kur të vinë ata zyrtarët e LDK-s, flas me ta. Po mirë dhe, unë po du me thonë që këtu ka pas, unë kam problem me ty. Tu na u kanë vjedh edhe votat e deputetëve tonë. Unë kam problem me ty si logjik. Ti në vend se me i bo thirrje, po du me thonë organeve vihe tu, vjedhjen e votave, ti qanë ftesë për me hinë koalicion. E kemi bo ankesë. E kemi bo ankesë. E kemi bo për këtë. Jo, mos me pranu fare. Jo, e kemi bo për këtë. Ftesë për koalicion. Pastaj kemi bos edhe deklarata publike të zyrtarëve të LDK-s fidan ku thojnë se votat janë vjedhur. Nuk e kam thonë nëne, po e ka thonë Arben Gashi, e ka thonë Abdullah Hoti, e ka thonë deputetja e Vushtris, dhe e kanë thonë shumë zyrtarë të LDK-s që ka pas vjedhje dhe inxhiniering të Sa votat dyshoni që ju kanë votave. vjedh juve, zoti Meqenovci? Mendoj që janë 2 deputet deri në 3. 2 deputet? Çka? Po. Po sa deputete kishit bërë me to? Dëmtuar për DK-ja. Sa kishit bërë? 50-51. Edhe? Po mirë dhe. Po s'është mirë. Pak janë 3 deputet me to. Po s'kishit bërë prap kërgjë. Po që s'kishe bo prap Qa kishit bërë? Qa kishit bërë? Se vi që teti kishit bërë teti, janë. I subjektit juve Ato jonë mëna familjes. Ka pas dëgjam. Jo, kanë thënë për vota që kanë shkullë DK-s, kanë pas me shkullë vetëvendosjes. Po. Po mirë dhe mënyrë dëshirore kjo për momentin. Ka vjedhje 2 fish, është dëmtuar edhe vetëvendosja janë dëmtuar me mekanizëm. Unë ka pas ankesa. Shkoj me pyetjet e shikuesve, Halili e ka një të fundit, por E neglizhojnë. Po. Ka pyetje shumë, pyetje për zotin Bajqinosi Fatmir Bytyqi. Kam përshtypjen që ka qenë kandidat i pavarur, ose nuk e di. Thotë deri në pyetje për zotin Bajqinovci, deri në çkallë duhet fundoset Kosova për të vendosur interesat e